interesant, pas 14 viteve mundeni mi bo krahasimin e fotografive bashkë kur kemi qenë në platon jashtë, me mbi 200 kompani pjesëmarrëse. Tani lista e adresimeve është pak ma e gjatë, andaj durim. Dear ambassadors, pleasure. I'm going to extend a little bit of my assistance to Mr. Jaffa and to the introductory remarks, so I'll do a mix. Do të bëj një kombinim të adresimit në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Mr. Jaffa addressed that it's been 14 years since the first time I opened this expo, and I recommended we do a check of photos on 14 years prior. However, 14 years ago, there were 200 companies, and the expo was organized up in the plateau of the youth center. Nderuari ambasador, zotri Borut Blaj, ambasador I Slovenisë, nderuara zonja Heleni Vakali, e deleguar me punë e zyres së Greqisë në Kosovë, nderuari zoti Goldberg, zëvendës ambasadori I Holandës, e nderuara Rama Muhamed, përfaqësuese e ambasadës amerikane në Kosovë, I nderuari zoti Mirsad Jasar Spahic, kryetar I Odës Ekonomike të Federatës së Bosnjës Hercegovinës, mirë se keni ardhur në Republikën e Kosovës pa viza. Të nderuar përfaqësues të odave dhe asociacioneve të biznesit, zotri Vasoli, zotri Jusaj, përfaqësues të komunitetit të biznesit, të nderuar përfaqësues të komunave, në veçanti Bashkisë Pogradecit, të rinjeve të rejave që na sollën flladin e liçenit me muzikë dhe kulturë. Faleminderit për këtë përvojë, e gjithashtu edhe përfaqësuesve të komunës së Prishtinës, Drenasit dhe Kamenicës që janë sot këtu me ne. Kjo platformë e prezantimit e promovimit të bizneseve është shumë e rëndësishme në një kohë kur urat e bashkëpunimit ndërmjet nesh dhe tregut ndërkombëtar tashmë janë në proces të ndërtimit dhe forcimit. Prandaj falenderoj edhe një herë përzemërsisht organizatorët për faktin se nuk kanë hequr dorë dhe me vite me radhë bëjnë këtë organizim dhe vazhdojnë të fuqizojnë sektorin privat në vendin tonë. Organizimi këtij formati lidhet gjithashtu me misionin e ministrisë që drejtoj, për arsye se synimi ynë mbetet transformimi I ekonomisë përmes zhvillimit të bizneseve, duke shndruar inovacionin dhe ndërmarrësinë në motor kryesor të progresit. Dear ambassadors, again, back to you. It's a pleasure, and I also thanked the representatives of municipality of Pogradec who had passed on the breeze of the lake of Pogradec with songs and the dancing of the youth that were here, and also my special thanks to representatives of municipality of Prishtina, Drenac and Kamenica who are present here. It's also in the mandate of our ministry and the government to strengthen the bridges of cooperation between local business and international, and platforms like this one definitely bring a new perspective and offers opportunity to businesses to meet. I also want to stress, and then I'll come back in Albanian, the fact that the ministry is looking into the potential of the usage of natural resources for production. It's absolute time for Kosovo to start and upgrade the production, and therefore I'm just coming from a presentation that was made, financed by the Luxembourg or Lux Development, on how the usage of natural resources will enable the increase of value in Kosovo production. Tani po vi nga një prezantim I cili sapo është bërë nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit mbi shfrytëzimin e burimeve natyrore dhe mallrave minimalisht të përpunuara në Kosovë. Prezantim ky I cili tregon për përparësitë konkurruese të disa prej sektorëve të prodhimit. Prezantimi dhe hulumtimi disa mujor është mbështetur nga Dukati I Madh I Luksemburgut përmes organizatës për zhvillim LuxDev, dhe kjo është një mënyrë më e mirë për të treguar
se cilat janë kapacitetet e prodhimtarisë në Kosovë. Na duhet përpjekje më e madhe bashkarisht për të ulur deficitin tregtar, për të forcuar prodhimin vendor e natyrisht për të forcuar shtetin e Kosovës, mirëqenjen e qytetarëve e gjithashtu edhe ngritur kredibilitetin dhe besimin në produktet made in Kosova. Secili prej nesh e secila prej nesh din për burimet e energjisë e gjithashtu edhe për potencialin që e kemi si vend. Andaj, ajo që është shumë e rëndësishme është që atë potencial ta promovojmë, që përmes resurseve që na ka falë Zoti dhe natyra, bjeshkët tona dhe resurse tjera natyrore, përmes zellit e vullnetit e talentit të njerëzve tonë, të ngrisim ekonominë aty ku e meriton. Dhe llogaritni në bashkëpunim dhe në bashkërendim tonin si qeverie, si ministri, që të jemi afër, që të komunikojmë dhe të zhvillojmë biznesin dhe sektorin privat. Me një sektor privat të fortë, vendi ynë është i fortë, se ju jeni bartësit edhe të punësimit, edhe të zhvillimit të vendit. We are all aware of the natural resources that our country has, starting from those that nature and God gave us with the mountains and all the minerals. And we also are aware of the great potential the human resource have in Kosovo. Now, jointly, we need to come to a point where the economic development and private sector development gets into a much faster dynamic, because we need that to increase the credibility of our country, to strengthen our economy and strengthen the statehood. And so, now I'm mixing Albanian and English. So, it's our mandate to strengthen the cooperation with private sector and count on this cooperation with this ministry and the government of Kosovo. Në përmbyllje, dua t'ju falenderoj për besimin në potencialin e ekonomisë, për angazhimin në bashkëpunimin e pakursyer dhe të forcimit të sektorit privat. Faleminderit dhe ju uroj një panajir sa më të suksesshëm. In conclusion, I thank you all for the cooperation and the trust you have in strengthening our private sector. I wish you all a great event. Nderuara përfaqësuese e atashesë për zyrën ekonomike pranë ambasadës amerikane, Sonja Rama, nderuar zoti ambasador nga Slovenia, Sonja ambasadore nga Greqia, nderuar zoti zyrtar nga ambasada e Holandës, zoti kryetar nga Bosnia dhe Federata Ekonomike e Bosnjës dhe Hercegovinës, nderuar zoti Emir, nderuar të pranishëm nga Pogradeci, nga komunat e Kosovës, përfaqësues të shoqatat biznese, zoti Jusaj, zoti Vasolli, nderuar ekspozues, mirë se keni ardhur në hapjen e edicionit të 26 të Panajërt Expo Kozarkos, i cili për 26 vite ka shërby për gjithë ato biznese startuese më herë pas luftës, për t'ju mundësu hyrjen në treg, për t'ju mundësu të tjerëve rritje në treg, dhe atyre që kanë pasur apetite më të mëdha për t'ju mundësu dalje në tregjet jashtë Kosovës, në regjionet dhe më larg. Për 26 vite jemi rrit me ju së bashku dhe kemi përcjell pothuajse çdo biznes që ekziston në Republikën tonë, i cili është edhe punëdhënësi i qytetarëve tonë, i cili është edhe taksapaguesi i këtij vendi. Dhe mendoj që kontributi për 26 vite i ndërtimit të konceptit të Panajirit për shtetin tonë, pas një shteti të ri të krijuar pas shpërbërjes së Jugosllavisë, është një merit e jona e përbashkët, dhe ju falenderoj të gjithëve që na keni përcjell në këtë iniciativë dhe keni besu që ne në Kosovë mundemi me ndërtu një Panajir që ish Jugoslavia nuk e ka ndërtu në Prishtinë, vetëm Kosovën e kanë lënë anash, gjitha shtetet tjera, gjitha republikat e kanë pasur. Pra falenderit gjithë dhe njëherë për mbështetjen gjatë këtyre 26 viteve. I tell for myself that I'm not only partner of this fair, I mean that we are friends of this fair. In the last 10 years, we are continuously with businessmen from Bosnia and Herzegovina come to promote the products from Bosnia and Herzegovina and also introduce other potential partnership
here in Kosovo and generally here in our Balkan region. This is very important to mention because you know that in the last 10 years we had maybe the most difficult procedure for coming. We are really close between Pristina and Sarajevo, but in the past we had a very difficult procedure for coming because visa region. Last year, the country of Kosovo Republic to make the most important business decision on the year up to us, because removing visa regime for Bosnia. Because that is today, it's easier to come from Bosnia with businessmen. And also in last year, we have many coming from Bosnia-Herzegovina and organized B2B meetings here in Pristina with potential partnership. It means that this decision of Kosovo government last year for removing visa regime for Bosnian people, it will show as the most important business decision of the year according to our meaning in Chamber of Commerce in Bosnia-Herzegovina. Che cosa planerie?